Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me një tjetër edicion të emisionit Zoom. Reforma zgjedhore po rikthehet në fokus me propozimin për një njësi të vetme zgjedhore. Por ai konvenon ky model shqiptarëve në Maqedoni të Veriut. Disa thonë se do të forcojë përfaqësimin e tyre, të tjerë paralajmërojnë rrezikun e zbejtjes së zërit politik. Një temë tjetër që po diskutohet është mundësia për lista të hapura zgjedhore. A do të japë kjo më shumë fuqi qytetarëve për të zgjedhur kandidatin që duan, apo do të jetë vetëm një tjetër lojë politike? Listat e hapura premtojnë transparencë dhe llogaridhënie, por a jemi gati për këtë ndryshim? Sonte do të diskutojmë këto tema së bashku me të ftuarit tanë, Kenan Aliu, analist politik, dhe Qani Nuhiu, politolog. Të nderuar, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në Zoom. Përshëndetje, faleminderit. Si është e imja që kem sonte për të diskutuar në lidhje me një temë të rëndësishme, si që është reforma zgjedhore. Në fakt, kjo çështje u hap gjatë një debati në seancën plenare për pyetje deputetësh, ku kryeministri Mickoski në kundërpërgjigje ndaj një pyetjes së deputetes së Frontit Evropian Ilira Dauti, e cila kritikoi qeverinë për heqjen e diasporës me ligjin për veçeverisje lokale, kryeministri u kundërpërgjigj duke thënë se ejani të bëjmë një njësi zgjedhore në të cilën do të përfshihet edhe diaspora. Kjo pastaj ngjalli dhe reagime të partive tjera politike. Kemi parti politike të cilat kanë parashtruar propozime tani më në parlament lidhur me këtë çështje. Zoti Nuhiu, si e shihni ju diskutimin për një njësi të vetme zgjedhore? A është i nevojshëm dhe i pranueshëm për vendin tonë ky model? Është një reforma zgjedhore, është një pjesë shumë e rëndësishme e sistemit politik të një vendi, edhe është kodi zgjedhor paraqet bazamentin e legjitimimit të përfaqësuesve politik. Është krejtësisht legjitime edhe normale që të hapet debati lidhur me kodin zgjedhor, por jo vetëm në aspektin e njësive zgjedhore, pasi ka një kompleks çështjesh që duhet të trajtohen. Shembull, është modeli listave, listat e papastruara të votuesve, njësi zgjedhore, fushata, janë domethënë një numër i madh çështjesh të cilët e përbëjnë kompleksin, një materie komplekse të rëndësishme për të bërë pjesë e debatit politik. Unë ju përgëzoj për këtë që keni marrë iniciativë të debatohet, për këtë është mjaft të rëndësishme, bili sa edhe është lanë bazdore. Kam prit shumë herët që kjo çështje të hapet, tash 35 vjet do bëhen, me thënë kemi vetëm 2002 në ndryshu kodi zgjedhor që ka këtë formë sot, megjithatë edhe ai, nëse nuk jem gabim, deri tani ka pas 33 intervenime, që do thot është një materie që më nuk i reziston kohës, që do të ndryshohet. Tash, ju pyetët direkt për njësi zgjedhore, unë do kisha thënë se në aspektin e përfaqësimit multietnik të shtetit, edhe në aspektin e përfaqësimit politik, është më i favorshëm për etnikumet më të vogla edhe për partitë më të vogla. Nëse shohim në interesin shqiptar këtë rast, nuk do rezervohet, mos flas këtë rast për këtë, pasi do të bëhen analiza të mirëfillta hulumtime që mund të flasim sa do ta zbehe numrin e deputetëve shqiptar përfaqësues në parlament, apo do ta arrisë. Keni ndroje? Jo, nuk kam ndroje, mendoj se është një variant që mund të diskutohet pa ndroje, të shihet, domethënë të vendoset mbi bazat të hulumtimeve shkencore, edhe konkrete, të shihet nëse është i dobishëm ose jo. Megjithatë, si tërësi mund të jetë ide interesante që ja vlen të debatohet. Zoti Aliu, si është mendimi juaj në lidhje pari me propozimin për një njësi zgjedhore? Shikoni, po që se ndalemi dhe analizojmë për sistemet zgjedhore, modelet zgjedhore, duhet të themi qartë se edhe në botën demokratike, në shtetet demokratike, nuk ka sistem zgjedhor ideal. Çdo sistem zgjedhor, çdo model zgjedhor ka përparësitë e veta dhe mangësitë e veta. Ka avantazhet e veta dhe disavantazhet e veta. Çdo shtet, sistemin zgjedhor
dhe modelin zgjedhor, se sistemi zgjedhor në Maqedoninë e Veriut është sistemi proporcional. Ndërkaq se çfarë listash etablohen në procesin e votimit dhe përbërsa tjerë që e tangojnë, si tha dhe profesori nderuam, një proces zgjedhor, është paraqet modelin zgjedhor. Pra, listat të mbyllura, listat të hapura dhe me çfarë kodi zgjedhor e kështu me radhë. Pra, historikisht Maqedonia e Veriut ka pas nga 91-shi e këndej, ka pas edhe sistem të shumicës, mandej pati sistem të kombinuar, disa njësi zgjedhore, me sistem të shumicës, majorativ, disa me sistem tjetër, dhe tani kemi sistemin proporcional dhe përpjestimin e votave të dhëna nga votuesit me formulën e ashtu quajtur të Dontit. Pra, ky është sistemi dhe modeli zgjedhor aktual në kodin zgjedhor në Maqedoninë e Veriut. E tani, kështu debate ka pasur para një dekade, në mënyrë intenzive ashtu siç është paraqit kështu. Por pa merak se establishmentet politike, klasa politike aktuale, edhe paraprake, nuk kanë shumë vullnet politik për t'i ndru këto çështje, siç tha zoti Nuhiu. Pra, është një kod zgjedhor, një sistem zgjedhor, një model zgjedhor i cili nuk e reziston më kohën, don diçka të re, don një vlerë të shtuar, e cila do t'ishte në favorin e demokracisë. Për shembull, listat e hapura. Asnjë politikan, të gjithë thonë në mënyrë retorike, po, askush nuk merr masa, nuk merr hapa konkret për hapjen e një debati publik në shoqëri me ekspert të kësaj fushe dhe me gjithë profesoratet përkatëse në vend dhe të gjithë asociacionet tjera të interesuara dhe qytetarët që të debatojnë një debat publik një vjeçar lidhur me këta çështje. Pra, kjo shoqëri, ky shtet multietnik, duhet të shifet në mënyrë analitike dhe me simulime të nduarta se cili është modeli për të etablu formulën konkrete siç është formula e Dontit. Sepse Kushtetuta e vendit ka një prej parimeve fundamentale të rendit kushtetues është përfaqësimi i drejtë dhe adekuat në të gjitha pushtetet shtetërore, në gjithë pushtetin shtetëror, që do të thotë edhe në kuvend. Pra, modeli zgjedhor, krejt ky proces duhet të ngërthejë në vete për pikë së pari vullnetin e klasës politike të partive më të mëdha politike dhe atyre të vogla, se cili do të ishte konsenzusi dhe etablimi i një sistemi zgjedhor dhe modeli zgjedhor i cili do të ishte i kënaqshëm për të gjithë, sepse nuk ka model dhe sistem zgjedhor ideal askundi. E tani vullnet në mënyrë retorike shfaqin, por kur vinë që të bëhen procedura konkrete, ata disi e ngulfatin, sepse modeli aktual u konvenon partive të mëdha. Pra, krejt ky ndryshim që duhet të bëhet, duhet të jepet një shans, një vlerë të shtuar të demokracisë, që edhe partit e vogla të mund të etablohen në këtë. E tani, etablimi partive të vogla, hulumtimet tregojnë se ka njëherë e bëjnë disfunksional funksionimin e qeverisë. Kur ka shumë parti të vogla, ata disfunksionalizojnë veprimin e qeverisë, sepse rrihen interesat të nduarta politike. Pra, ky sistem zgjedhor varet edhe nga karakteristika sociopolitike, kulturore, tradicionale të një shoqërie, e cila edhe shtetet më të zhvilluara, në shtetet e Bashkimit Evropian më së shumti përdoret ky sistem proporcional dhe formula e Dontit. Pra, Donti ka qenë një matematikan belg i cili për herë të parë ka propozu dhe ka zbatu në përpjestimin e votave në Belgji. Kjo është profesori belg, Donti. Ndërkaq, mos harrojmë, shkencat politike dhe jurisprudenca dhe këta
Fusha e zgjedhjeve ngërthen në vete në botën demokratike disa formula të përpjestimit të votave, të cilat më në fund shpërfaqen në mandate. Nuk është vetëm formula e dontit. Për shembull, ekziston formula Sante Ligua ose kuota harre. Për shembull, është një formulë e cila praktikohet në disa vende të Bashkimit Evropian. Kjo formulë favorizon jo vetëm partitë e vogla, po edhe bashkësitë tjera etnike. Prandaj, ajo që është në retorikën e politikanëve, a është më e favorshme të themi troç për shqiptarët shteti një njësi zgjedhore. Jo, kjo duhet bëhet analiza të thukta për këtë gjë. Jo vetëm me simulime konkrete. Pra, një hulumtim që u bën nga një institut zgjedhjeve parlamentare të vitit 2020 pak shpërfaqi dallime në numrin e mandateve, në formulën e dontit dhe me ndonjë model tjetër zgjedhor. Ajo që duhet të hapet debati, e para duhet të pranohet vlera e rëndësishme e shtuar e demokracisë e listat të hapura. Sa njësi zgjedhore do të ketë shteti është çështje debati. Dhe ajo çështje e simulimeve se sa njësi zgjedhore do t'i konvenonin shqiptarëve në këtë rast më shumë. Ndëgjoj, kur shteti është një njësi zgjedhore, nuk nënkupton automatikisht se do të rritet numri i mandateve të deputetëve shqiptar, sepse ajo varet nga përqindja e aksesit në votim të elektoratit shqiptar. Dhe kundrejt kushtimisht thënë të kampit tjetër, sa do tjetë përqindja e aksesit votim edhe në kampin tjetër. Në qoftë kur shteti është një njësi zgjedhore, në qoftë se aksesi në votim në elektoratin shqiptar është solid, ndërsa në kampusin tjetër është pak më dobët, atëherë ajo mundson rritjen e mandateve. Sepse të rikujtojmë, kryeministri tha që nëse bëhet një njësi zgjedhore të përfshihet edhe diaspora. Normalisht diaspora është faktor shumë i rëndësishëm. Këtu kemi tani me kodin aktual që është fuqi 7 njësi zgjedhore, 6 brenda territorit vendit dhe 1 ishin 3 njësi zgjedhore, mirë po me plotësimin që u bë vitin 2016 u shëndru në një njësi zgjedhore. Mirë po, Mërgata ka një procedurë pak më të komplikume se si duhet të votojnë. Mërgata është një arterje shumë e rëndësishme e shoqërisë e cila duhet përfshihet, pra në këtë debat se ka shumë disa mënyra të votimit, forma elektronike, përmjet postës, kemi shtete fqinje që e zbatojnë këtë punë. Po, atëherë zoti Nuhiu, ju si e shihni përfshirjen e diasporës në një njësi të vetme zgjedhore, a do të ndikonte ajo që të faktorizoj edhe zëri i Mërgatës? Shqoni, diçka të ndërlidhen të plotësoj zoti Qiran, se dhe me thonë, a priori, të numri njësive zgjedhore nuk mund të themi se është diçka a priori pozitive apo negative me automatizëm. Shembull, atëherë, me të vërtet, do më varet sa do të shkojnë interes konkretisht shqiptarëve, nuk do të shkojnë, do të varet nga pjesëmarrja në zgjedhje, se ty do me thënë krahasohesh edhe me etnikume tjera që janë të organizuar politikisht, nga pjesëmarrja atyne në zgjedhje. Do me thënë, nëse ti merr me përqindje të ulët në zgjedhje, ato marrin më shumë, normal se do të zvoglohet. Do me thënë, vetë fakti se bëhet një njësi zgjedhore nuk do të thotë se është negative apo pozitive. Do të bëhen hulumtim, unë jam plotësisht dakord. Te çështja e diasporës, ne tash kemi një realitet që nuk është shumë i këndshëm, kemi shumë jashtë njerëz që kanë shkuar të jetojnë atje, krijojnë jetën e vet, shohin në perspektivën atje, që janë shtetës të Maqedonisë Veriut, që janë me të drejtë vote, kanë të drejtë vendimarrje politike në këtë shtet. Si ide është mjaft pozitive, mirë po, nëse nuk e gjejnë formulën adekuate që ato të organizohen, të votojnë, votat të efektuohen në mandate, mendoj se nuk mund të jetë shumë produktive, që kemi rastin, ta themi Shqipërisë, që ka ankesa prej opozitës ose prej ati prej këti, në disa vende ka pas edhe kështu është, po mos e bëj pjesë debatit atë zgjedhjet të atjeshme, mendoj se si ide ja vlen të bisedohet, të zgjidhet mënyra më e qelluar. Në këtë gjithë këtë situatë, gjithë këtë mozaik,
Një gjë do të jetë e qartë. Sistemi zgjedhor asnjëherë mos harro do të jetë sa më përfaqësues, edhe në aspektin cilësor, edhe në aspektin sasior. Në aspektin sasior, do të them, e kam fjalën për Maqedoninë, për realitetin që në Maqedoni, që ka edhe pakica etnike më të vogla, edhe parti politike më të vogla, normalisht unë konvenon sistemi një njësi zgjedhore. Në aspektin cilësor, atë që tha zoti Qeron është listat e hapura. Edhe aty kemi modele plot. Pra nuk ka ndonjë sistem, ndonjë shablon që mund ta marrim të gatshëm, por çdo shoqëri ka specifikat e vet. Ajo që është e rëndësishme të thuhet. Pra respektimi i parimeve demokratike kyçe, kryesore, do të thonë ajo që e përbëjnë demokracinë, komponentat e demokracisë, edhe të jetë sa më përfaqësues, edhe në aspektin politik, edhe në aspektin etnik. Kjo asnjëherë nuk do të hiqet prej vëmendje. Pika finale të jetë sa më përfaqësues, për shkak se shoqëritë të cilat kanë përfaqësim të drejtë politik janë shumë më stabile, janë shumë më të liruara nga energjitë jo produktive, nga konfliktet e brendshme, qasjen me shtetet jashtë, marrëdhënie ndërkombëtare e kështu me radhë. Pra, ta rumbullaksoj përgjigjen, do të them se po, diaspora po kemi një përvojë të hidhur me tre njësi, pa me një njësi, që nuk ja pam fort hajrin në aspektin e përfaqësimit diasporës. Keni kujdes, do të marrëm pak edhe, ne kemi njerëz që largohen prej këtu për shkak të pakënaqësisë. Seriozisht do t'i motivojmë ato, edhe të bëjmë sa më të lehtë votimin e tyre, që ato të marrën pjesë në jetën politike të Maqedonisë Veriut. Sigurisht. Kjo është. Zoti Hugh tha që modeli me një njësi zgjedhore ndoshta do të shkonte më së shumë për shtati partive më të vogla politike. A duhet të ekzistojë ndonjë prag zgjedhor nëse vetëm bëhet një njësi zgjedhore? Gjithsesi, diku në disa vende pragu zgjedhor aplikohet pragu zgjedhor, është pjesë që harrova ta potencoj në fillim, është pjesë e kodit zgjedhor. Ashtu të ne nuk figuron, mirë po, kur ta llogaritish me formulën e Viktor Dontit, afërsisht aty del te 5%. Optimalja, shembull kemi përvojën në Kosovë të pakicave etnike që është 1%, para ato ekskluzive. Kemi rastin shtetet që kanë 3%. Mirë po, unë nëse mund të them të shpreh mendimin tim, mendoj se 5% që është optimalja që duhet të ekzistoj për fuqjen në parlament, pasi ki 5% që është i pranuar edhe në shumë shtetet e Evropës, edhe si praktik është të dëshmuar e mirë, është përfaqësuese, por nuk është edhe aq shumë përçarëse si që potencoj zoti Qenoni. Është diçka që mund edhe këtu të aplikohet, gjithsesi duhet të ekzistojë, do të thënë, pragu zgjedhor. Zoti Aliu, si është mendimi juaj në lidhje me pragun zgjedhor? Dhe në fakt kjo do të determinonte partitë politike që të shkojnë në koalicione dhe mos ta përçajnë votën në mënyrë që të sigurojnë praninë e tyre në parlament. Pra, si shta dhe profesori, pragu është praktik në disa vende të Bashkimit Evropiak, në botën demokratike, dhe aty nuk ka asgjë të keqe, por ajo nuk duhet të jetë një përqindje shumë e madhe. Pra, praktika dëshmoj se si shta dhe zotin Uju, nga 2-3 deri në 5% që shkon. Çka është roli i pragut zgjedhor? Ajo kufizon grupet e interesit të cilët mund të garrojnë për interesa të caktume, të imponume apo të koordinume nga oligarkë të ndryshëm dhe e futën në garë dhe të hijen në pazare politike mandej gjatë konfigurimeve të qeverisë, siç bëhen në Ballkan këtu shpesh. Pra, pragu e identifikon një subjekt politik, një parti politike apo a duhet, do me thonë, votuesit vlerësoj se a duhet të jetë i përfaqësuar si subjekt politik në shtëpinë ligjdhënëse, dhe kjo është ajo 5% që duhet. E dini çka u bë, që për shembull e kemi rast konkret vendimin e gjykatës kushtetuese aktuale tani në maj që e sholli. Para 2 vitësh, në fakt në vitin 2023, sipas sugjerimeve se ata nuk bëjnë kritika të Odirit, OSBE-s dhe Odirit, për kodin zgjedhor, u formu grup pune në koordinim me KQZ-n, dhe ai grup punës atëherë u publiku se kanë bën një draft verzion të një kodi zgjedhor.
se duhet të përfshihen disa sugjerime që bën në kodin zgjedhor që ka OSBE-a o diri si organizata kompetente të cilat monitorojnë me kredibilitetin më të plot politik ndërkombëtar zgjedhjet në shumë vende të botës, edhe në Maqedoninë e Veriut. Pra, prej atëherë nuk është bë asgjë, sepse vetëm shpërfaqin retorikë dhe nuk çka bën vitin e kaluar, apo para 2 vite. Rritën cenzusin për tubimin e nënshkrimeve para organit kompetent për grupën e qytetarëve të cilët do të dalin në votim. Dhe gjykata kushtetuese anuloi atë vendim para 10 ditësh në maj. Anuloi, do të thotë cenzusi është shumë i lartë. Jo edhe të jetë shumë i ulët. Tani aktualisht ishte 1000 nënshkrime, të mundët një grup qytetarësh të mund të garoj për një listë të antarëve të këshillit për një komunë konkrete për shembull. Kur u ndryshu kodi zgjedhor në dispozita konkrete, këta e bën 1% të numrit përgjithshëm të listës votuese, të trupit votues. Ajo është shumë. Do me thonë, nuk duhet të jetë edhe pak, se atëherë bëjnë edhe manipulime të ndryshme, por edhe kjo është cenzusi edhe i lartë. Dhe gjykata kushtetuese u koncentrua në cënimin dhe lirinë të drejtave të organizimit politik dhe e anuloi 2 dispozita të kodit zgjedhor që kishin të bëjnë me tubimin, me sigurimin e nënshkrimeve që t'i mundësot një grupi të qytetarëve të garoj në zgjedhje. Pra, çka bën pushteti? Ajo e ngulfat aq më tepër konkurrencën politike. Ata ende preferojnë listat e mbyllura, që në terminologjinë e zgjedhjeve thuhet listat të bllokuara, listat e mbyllura. Pse? Sepse listat e mbyllura, krerët e partive, leadershipet e partive, kryesit qendrore, ata bëjnë lobimet e tyre brenda strukture të partisë dhe i preferojnë dhe i etablojnë në numrin rendor të listës zgjedhore kandidatët të cilët kanë afërsi të ngurë. Hulumtimi kështu ka, nuk është mendimi jem. Zotja Liu, kur veç më e hapët çështjen e listave, unë edhe aty desha të dalë, se i përket listave të hapura, si është mendimi juaj konkret? A duhet të ketë lista të hapura, nëse po, pse, nëse jo, pse jo? Anët pozitive të listave të hapura, hulumtimet shkencore dhe praktike, edhe në Maqedoninë e Veriut, edhe në shtetet fqinje, kanë detektuar se nuk do të thotë se dhe kjo është ideale, por listat e hapura demokratizojnë procedurat brenda partive politike. Ua varfërojnë peshën politike, influencimin politik për ta etablu atë që don lideri i partisë ta vënë në numër rendor që ketë pozicion fitues në listat të mbyllta. Pra, listat e hapura këte ja mundson qytetarit të përzgjedh. Subjektit politik, lista e hapur dhe partive politike u jep mundësinë që në listë të inkuadrojnë numër të caktuar që do të jetë e rregulluar me kodin zgjedhor të kandidatëve, por për zgjedhjen ta bëje votuesi, jo me si listat e mbyllura, atë që e ka të preferuar kryetari i partisë dhe e ka të dëgjuar e vën numër 2 dhe ai ka pozicion thuajse sigurt për të fituar. A mund të ndodh me listat e hapura një preferuar i një të parit të partisë të dështojë në zgjedhje apo të merr shumë më pak vota se sa dikush tjetër të cilin ka një numër rendor pak më poshtë në listë. Pra, kjo është ajo. Mandej e mira edhe listat e hapura në qoftë se edhe këta kanë mangësi, por vlera për demokracinë e shtuar, vlerë e shtuar janë listat e hapura. Pra, ja jep sovranit mundësinë e përzgjedhjes. Jo një kryetarit partisë apo klanit të tij të cilin e ka në kryesi të partisë dhe influencime të ndryshme të oligarëve, të afaristëve, të biznesmenëve të ndryshëm për të lobuar se cili duhet të jetë i renditur në listën zgjedhore, se këto punë janë praktikuar edhe në shtete tjera për rreth fqinje, por janë praktikuar edhe në Maqedoni dhe kualiteti i përfaqësimit jo gjithherë del i mirë pritur, apo mandej llogaridhënia me listat hapura, kandidati është direkt i lidhur, sepse sipas kushtetutës deputeti përfaqëson qytetarët, jo partinë politike, edhe pse partia politike e inkorporon në listë. Dhe ai në listë hapur është direkt i lidhët me sovranin dhe
mund me kredibilitetin që ka me votim në listë hapur, mund të largohet në mënyrë maestrale ndikimeve që mund të vinë nga partitë apo në forma të ndryshme, nga lobime të ndryshme, diçka që shkatron transparencën, që dëmton transparencën dhe që nuk është e interesit publik. Pra, këto janë të mirat e listës së hapur kundruar listës së mbyllur apo të bllokuar, sepse jo vetëm bartësi i listës, por edhe numri 2, numri 3, numri 4 për një parti të madhe janë pozicione të siguruara se do të jenë fituese. Dhe aty gjithherë janë ata thonë partitë se vinë nga poshtë propozimet, por janë ashqyqare, edhe te kampusi Maqedon, edhe te kampusi shqiptar, se ata janë preferenca maestrale të apetiteve të kryetarëve të partive. Po, do të diskutojmë edhe për aspektet tjera, do të diskutojmë më thellë në lidhje me listat e hapura. Zotin Uhiu, deshta ta marrë edhe një mendim nga ju sa i përket listave të hapura, cili është mendimi juaj, a duhet të kemi listat hapura apo jo? Besoj, jem shumë i bindur se do të kemi listat hapura për shumë arsye. E para, rritet ndikimi i qytetarëve në politik. Një, e dyta, përfaqësuesi politik është më tepër përfaqësues, është fakt se vendohet listë partijake, po është më tepër përfaqësues i qytetarëve se sa që mund të ketë partia politike ndikim në të. Faktori tjetër, pra është më përfaqësues, shumë më përfaqësues se sistemet aktuale që kemi. Tjetra është jashtëzakonisht me dinamizëm do të nxjisë reformimin e brendshëm të partive, edhe demokratizimin të partive politike, do të thënë vazhdimisht të heqjen të kuadreve të reja. Mendoj se gjithsesi se do të jetë, nuk pres që kjo, ne si demokracitë, kështu 3 dekada e gjysmë preferojmë sistemin shumë partijak votimet, mirë po unë them shpesh ma shumë votojmë se sa që zgjedhim. Pasi dihet, fuqinë politike e kanë udhëheqësit politik, partijak, edhe e bëjnë listën në bazë tradiqës edhe shkojnë mandatet. Ndërsa forma tjetër është qytetari e përcakton me vot se mund i 119 shkoj deputet, i dyti mas shkoj. Kjo është ajo që është pozitive. Besoj se do të nxiste shumë pjesëmarrjen e qytetarëve në procese politike dhe në votime, kur e di se votën e vetë shumë sakt mund të adresoj. Pra do të jetë pozitive në shumë aspekte, nuk pres jetë pa vështirësi, si gjitha punët, pra thash, si demokraci që ende llogaritemi si demokraci e re, mund të ketë probleme në zbatimin e saj, po me kohë adaptohemi, mësojmë se demokracia është proces i vazhdueshëm. Nuk është akt, është proces i përhershëm në ecje. Edhe demokracitë në Suedi, më të përparuara, akoma përsosen, akoma bëjnë ndryshime që u sill koha, u sill nevoja, domethënë. Ekziston rreziku që listat e hapura të prodhojnë përçarje brenda partijake, me rivalitete të brendshme dhe konflikte personale mes partive politike. Ashtu rrezik që mund edhe të ketë. Mirë, po nëse e matën është më i rëndësishëm interesi publik i qytetarëve apo interesi partijak, dihet se mund të jetë pa dilemë është interesi publik i qytetarëve më i rëndësishëm. Mund të ketë fërkime nëpër partitë politike, po thash derisa ata të kalojnë atë fazën e të vinë të mësohen me divergjencat brenda partive. Ne në Evropë kemi partitë të cilat funksionojnë, janë të legalizuara fraksionet brenda partive, prandaj nuk përçahen. Unë e kam thënë dikur herët se partitë politike duhet të legalizojnë fraksionet brenda, sikur të legalizojnë fraksionet brenda partive politike. Vërtet nuk do kish kaq grimcim të subjekteve politike në veçantë të shqiptarët. Pse mos legalizohet me statut të partive fraksioni brenda? Nga ana tjetër kemi aktuale përçarjet në partitë politike, sidomos në partitë politike shqiptare. A mendon se me listat hapura do të tejkalohej ky problem, pasi që kur kemi përçarje në mes të një mandati krijohet edhe një huti edhe tek votuesi, për shkak se votuesi voton në një periudhë të caktuar kohore kur një përfaqësues politik i takon një palë të caktuar dhe pastaj ai ndron. Ajo është devijim i vullnetit politik të popullit, tjetërsim edhe nuk është në rregull. Në demokracitë e zhvilluara këtë nuk mund ta bëni. Se vjen radhën tjetër vjen dënimi politik. Pra devijimi i vullnetit politik.
deri garon me një platformë, mandej shkon shumë lehtë brenda ditës me një subjekt tjetër, që nuk është në rregull. Nuk është rregull. Besoj se nëse hape listat, mund të ketë edhe kështu debate që ju mendoni, që edhe gjithsesi se do ketë. Normale që merr më shumë vota, që merr 80.000 vota ose me atë që merr 2.000 nuk janë njëjtë peshën politike. Mirë po, pse mos mendojnë partitë politike për formën e organizimit të legalizimit e të fraksioneve brenda partive? Çka ka të keqe? Për çështje strategjike jemi bashkë, mirë po për çështje të caktuara mund të kemi edhe dallime. Mirë po veprojmë politikisht në interes të përgjithshëm. Edhe diçka desha shtoj. Akoma te ne. Çdo gjë ka, domethënë, ngritje, zbritje. Keni ndigjuar ndonjëherë të bisedohet për revokim të deputetëve? Asnjëherë. Nocion që nuk ekziston në fjalorin publik edhe politik. Që do të thotë mungesë demokracie. Që do të thotë bile në Maqedoni, unë kom bërë një analizë komparative të shteteve, të ballkanit për 6 shteteve, të gjitha shtetet e kishin lënë këtë pa definu. Kosova, Serbia, Shqipëria, Malizi, Bosnia, nuk e kanë prek këtë çështje. Maqedonia ekskluzivisht e ndalon me nenin 62. Nuk e di cila alinem duket te 4, ekskluzivisht e ndalon revokimin. Do të thënë që nuk përket me kulturën demokratike, nuk përket edhe me norma demokratike. Pra rrugë një kafshë. Pse duhet mund të revokohet? Deputetët fakt ndrohen, ose kur bën ministra për shkak të palidhshmërisë funksioneve, mbaron poste tjera, ose kur vendosin partitë politike. Mirë po, nga baza, nga ai që zgjedh, nuk mund të revokohen. Ne gjithnjë folim, edhe mirë është që jemi fokusuar te sistemi proporcional. Pasi ai është më praktik, kemi edhe sistemi tjetër, sistemi shumicë, ku Maqedonia ishte 120 njësi zgjedhore. Çdo njësi zgjedhore na jep nga një deputet, dhe kështu janë bërë zgjedhjet e para. E përmendi zoti Aliu. Mandej kemi 98-ën, patëm sistemin e kombinuar, 35 mandate, 35 njësi zgjedhore na dhanë ka një deputet. Qetra ishte më duket se atëherë një njësi zgjedhore, nëse nuk gaboj. 35 mandate. Nëse nuk gaboj, nuk e di. Po. Kemi pas një përvoja të ndryshme. Prandaj, kjo është edhe pjesë se cilin nuk ka formulë të përgjithshme. Janë parimet e përgjithshme ato që i definojnë sistemet zgjedhore. Mirë po specifikat, çdo shtet i rregullon sipas rrethanave të brenda që ka politike. Mirë po, gjithnjë duke i respektuar parimet e përgjithshme demokratike. Zoti Aliu, në përvojën ndërkombëtare, listat e hapura sigurisht shpesh japin fuqi qytetarit. Por a jemi ne si shoqëri gati për këtë hap? A është shoqëria në Maqedoninë e Veriut e emancipuar për të zgjedhur në mënyrë adekuate përfaqësuesit e tyre politik, apo mund të na ndodh edhe një domino efekt ku në parlament do të na përfaqësojnë persona jo adekuat me bindje ndryshme politike dhe me orientim të ndryshëm strategjik? Ndërgjë, pyetja është shumë e vend. Megjithatë, nuk duhet të jemi pesimist. Bindja ime është se qytetarët e këtij vendi kanë aq qytetërim sa që dinë të votojnë edhe me lista të hapura. Fatkeqësisht them, ne nuk kemi politikanë të qytetëruar në nivelin e duhur. Sepse demokracia si veprimtari kërkon qytetari, kërkon kulturë politike. Edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ti mund të kesh regjione që mund të ketë qytetarë të moshave të ndryshe, sovrani moshës të thyer që mund të më jetë plotësisht i përgatitur për mënyrën e votimit e disa të tjera. Edhe kjo shoqëria jon mund t'i ketë, por si tha dhe zoti Huju, demokracia nuk eksportohet nga asnjë vend tjetër. Ajo ndërtohet, rindërtohet, konsolidohet, edhe evaluon me kohë. Pra 2 ciklet e para mund të jenë pak më të vështira, megjithatë, pra lista të hapura në mënyrë brillante po zbatohen në Republikën e Kosovës, që e kemi më afër. Votim me listat të hapura. Pra, pa merak, ju si gazetar, ta dini se nënat tona, motrat tona, gratë tona, prindët tonë kanë aq qytetari sa në mënyrë brillante din të votojnë në listën
e votimit edhe me listat hapura. Fatkeqësia politike qëndron se nuk kemi qytetari në mes politikanëve. Apo jeni në re juaj, një politikan sot diçka tjetër prononcohet, para dite diçka tjetër, mbas dite lidhur me të njëjtën temë. Diçka tjetër ka thonë para 2 muajve, diçka tjetër krejtësisht kontraverse, thot tani. Dhe nuk skuqen fare se çka tha dje, çka tha para 1 muaj për të njëjtën temë, për të njëjtën çështje. Pra, çka vjen në pak këtu? Moraliteti në politikë, thuhet se nuk ka moral në politikë. Jo, në politikë ka edhe moral, ka edhe etik. Po çështja është se sa praktikohen ato. Dhe kuptohet, ciklet e para mund të kenë, për shembull, pilot, mos mendoni se tash duhet të filloj ki debati publik, se ata nuk do të vlejë për këto zgjedhjet lokale tani. Po për të zgjedhjet e ardhshme, por zgjedhjet lokale mund të ishin si një test, se të vihet në test pilot një model i ri zgjedhor. Prandaj edhe Kuvendi i Maqedonisë tani është në cajt not, lidhur me vendimin që e thash paras të gjykatës kushtetuese. Ajo tani është në momentin ose me procedurë të shkurtuar të bëj plotësimin e ndryshimin, sepse ka vakum, tani janë abrogu ato nga gjykata kushtetuese, në jurisprudencë thuhet ka vakum, dhe me këte u mirën të drejtat dhe lirit e grupeve të qytetarëve që të garrojnë. Dhe atë nuk mund ta lejoj asnjë shtet. Dhe duhet ose me procedurë të shpejtuar këta dy nene ti përmirësoj, sepse nuk vlen 1000 nënshkrimet, pra nuk ka pru vendim gjykata që kur ti anulloj këto të mund të hinë në fuqi normat paraprake, pra ata nuk mund t'hinë, pra Kuvendi duhet me procedurë të shpejtuar t'i plotësoj, t'i korrigjoj këto, të ngelet 1000 nënshkrime, ose të jep një interpretim autentik që mos shkilen të drejtat dhe lirit e grupeve të qytetarëve të cilët do shprehin interesim për të garuar qoftë si kryetar komune, qoftë për lista të pavarura për antar të Këshillit të Komunave. Dhe kjo do të ndodhe tani. Prandaj debati duhet të filloje në koordinim me KQZ-n dhe gjitha institucionet tjera, Ministrinë e Drejtësisë, dhe të zhvillohet debat dhe të vleje për zgjedhjet e ardhshme në fakt parlamentare. Kur e bëra këto pyetje e kisha fjalën edhe për palën maqedonase, pasi që partitë politike shqiptare dihet që të gjitha janë me orientim strategjik pro-perëndimor dhe pro-evropian, por kemi parti politike maqedonase dhe individ politik nëpër partitë politike maqedonase që më me hezitim e shohin orientimin strategjik pro-evropian të vendit, madje ka disa që janë qartë të definuar që janë me orientim pro-lindor. Po, kushtimisht të pjesa e komunitetit Maqedonas, përqindja e dëshirës së aderimit në Bashkimin Evropian ka ra, por jo edhe të shqiptarët. Këte e kanë tregu edhe anketat e fundit në Maqedoni. Pra ka një dëshprim. Ai dëshprim ka të bëj me procesin integrues që ende nuk janë hap negociatat për kontestet që pati vendi me Greqinë, me Bullgarinë që ka tani, e kështu me radhë. Pra, shpejt. Por partitë që kanë retorika nacionaliste, që kanë retorika për shembull në Maqedoni duhet të themi të roç se përveç një parti e cila nuk është parti parlamentare, nuk ka parti që janë anti-evropiane. Spaku në mënyrë deklarative, por ka parti që ka qenë anti-NATO. Për shembull, e Majta, Levica, por jo edhe anti-bashkimit evropian. Por spaku në mënyrë deklarative. Tani, Bashkimi Evropian ka mekanizma me të cilat do të mund të influencoj që disa punë këtu të ecin përpara. Dhe sugjerimet, vërejtjet që i ka OSBE-ja dhe ODIHR-i për të inkorporuar, në fakt të duhet një thuajse një kod zgjedhor, thuajse i ri, që të mund të inkorporohen ata sugjerime që i ka OSBE ODIHR-i, që kanë të bëjnë me procesin zgjedhor, me mënyrën e kandidimit, se këtu në Maqedoni ka pas ligj për zgjedhje të kryetarit shtetit, ligj për zgjedhje lokale, ligj për zgjedhje parlamentare. Të gjitha këta ligje u inkorporuan në një kod zgjedhor. Pra tani kemi kodin zgjedhor që i parasheh mënyrën e votimit dhe gjitha procedurat tjera zgjedhore, si shta dhe profesori,
Pra, procesi zgjedhor është zemra e demokracisë për një shoqëri. Prej andy, në qoftë se procesi zgjedhor është i kriminalizuar, është i industrializuar, aty s'ke pushtet me plot kuptimin e fjalës legjitim. Atë ti ke pushtet kriminal, sepse ai është zgjedhur në mënyrë kriminale. Pa prandaj procesi zgjedhor thuhet se është zemra e demokracisë për një shoqëri. Zotin Uhiu, kur jemi kur po i diskutojmë sigurisht dilemat në lidhje me listat e hapura, pyetjen që e parashtrova, është shoqëria e jon gati për listat hapura zgjedhore? Po, është e gati, besoj se thash e potencova, pa vështirësi asgjë nuk shkon, mirë po mund të shkojnë, kemi zgjedhjet lokale, kemi që janë shumë të ngjashme me zgjedhjet parlamentare për nga modeli, të njëjta gati, edhe besoj se për 2-3 cikle mësohen njerëzit, bile edhe do i shijojnë përparësitë. Tash ju, me këtë sistem aktual, kënd e keni deputet, kuj mund të drejtoheni si përfaqësues? E keni votu listën atje, edhe kreqen aty. Çdo njëri për asaj listë deputeti jonë edhe asnjëri specifikisht. Unë e di, këto punë e precizojnë sistemet shumicë, ku i ke qartë, aty ku banon, ke votu, e ke deputetin tonë. Mirë po, mbasi për atë verzion, atë variant të sistemi zgjedhor nuk bisedojmë, në temë debati pra sistemi proporcional, besoj se po, nuk kam fare dilemë në atë, po është problemi, kam dilemë a ka vullnet politik për të implementu kjo që flasë. Po pikërisht, pse deri tani kjo ide nuk ka qenë pranueshme nga shumica e partive politike, cilat janë në fakt hezitimet, frika e tyre në lidhje me këtë çështje? E tha zoti ju, pushteti i partive politike, ndikimi, fuqia, dhe kjo është ajo që i mpa peng disa procese. Zakonisht, Maqedonia ka një praktik të mirë këtu, kur bisedohet për sisteme zgjedhore, më lidhen të bojnë të gjitha partitë e regjistruara, pavarësisht a janë apo nuk janë në parlament, që në Shqipëri nuk është rasti. Për shembull, janë shumë ma restriktiv në këtë aspekt. Partitë jashtë parlamentare fare, po të se nuk pyeten për asgjë. Këtu ka një praktik më të mirë, gjithë merren vesh, dhe po të ketë vullnet politik, startojmë gjithë barabartë për një model zgjedhor edhe urdhë, kush është më i aftë, kush i ka konceptin më të qartë, kush i ka kuadrët, si të them kështu, më të pranueshëm për opinioni për zgjedhësin, fiton, u kry puna, nuk ka aty diçka nuk shoh. Po, për ta heq këtë dilemë që mund të ketë opinioni publik, kushtimisht them, si pilot projekt mund të shërbejnë zgjedhjet lokale, që fatkeqësisht nuk besoj se do mund ta shfrytëzojmë shansin që tash shkojmë zgjedhje lokale me listat hapura. Do ishte një mundësi ideale për ta venduar një praktik edhe të provojmë vetë të mësohemi kushtimisht të mësohemi demokraci, edhe të shohim se vërtet do ketë përparësitë e veta. Pse? Për shkak se rritet llogaridhënia politike. Përfaqësuesi zgjedhur, këshilltari komunal, që në fakt është deputet lokal, ka përgjegjësi ndaj atyre që e kanë votuar, edhe ndaj partisë gjithsesi që do t'i përmbahet, se nuk është etike mos i përmbahet, se ka garuar me atë koncept politik. Mirë po, llogarinë kryesore e ka të qytetarët. Une dilemën nuk e kam të qytetarët se a do të mund të gjenden në ato rrethana. E kam të krerët politik, a kanë vullnet politik të pranojnë diçka të tillë. Këtu është dilema ime. Ensar, të ndërlidhem pak, është një moment interesant ta përmendim. Çështja e të zgjedhurit të popullit, deputetit, është shumë çështje me rëndësi, sepse deputeti sipas kushtetutës përfaqëson qytetarët, jo partinë politike që e kanë nominuar në listën e mbyllur. Dhe ai llogaridhënien ja jep opinionit publik, qytetarit, jo kryetarit partisë. Me kryetarin e partisë ai mund të jetë mik i ngushtë, por llogarinë politike u ja jep sovranit. A e din ti i nderuam që ta keni parasysh këtë? Deputet shqiptar që kanë qenë në seancë plenare, ku u votu plotësimi dhe ndryshimi i ligjit për ndjekjen e telekomunikimeve, që ndodhi mega skandali më i madh në Ballkan, ai i përgjimit në Maqedoni. Merë listingun është dokument me karakter publik, mund ta shohësh atë seancë. 8-9 deputetët shqiptar që kanë qenë në seancë votojnë pro atij plotësimi dhe ndryshimi që
shërbimet sekrete të bëjnë përgjim pa vendim gjykate. Ku ke pa ati këtu? Çfarë deputeti është ai? Ai ose se ka lexuar materialin, ose ka ndëgjuar çka i thot nga kupolla e partisë, kjo na kaloje. Deputeti voton plotësim dhe ndryshim të ligjit me të cilin do bëhet përgjim pa vendim gjykate. Kjo është skandaloze. Kjo është skandaloze. Dhe disa prej tyre kanë mëtuar dhe më pas të inkorporohen në ata listat e mbyllura me dashamirësinë që kanë ndaj liderëve të partisë. Kjo është skandaloze. Një drejt fundamentale e qytetarit, ajtë voton për ta votu. A shka thuhet në plotësimin dhe ndryshimin atij ligjit? Shlyhet neni ku kërkon vendim gjykate për të bërë përgjim. Dhe ky ndryshim i këtij ligji e shkaktoi skandalin, mega skandalin më të madh në këtë shoqëri, me të cilën u përgjuan nga udhëbia mbi 25.000 qytetarë, duke filluar nga profesione të ndryshme, gazetar, mjek, profesor, doktor, e kështu me radhë. Kjo ta japim si shembull konkret se sa e rëndësishme është ai i zgjedhur, prandaj thonë i zgjedhuri i popullit. I zgjedhuri i popullit ka një kredibilitet, një nuk do ai deputeti partinë politike e dëgjon vetëm për çështje të emërimeve, të zgjedhjeve, sepse ajo është një disiplinë partijake që praktikohet kudo edhe në botën demokratike. Për ligjet ai voton sipas bindjes së vet. Si mund të jetë bindja e një deputeti të votojë ndryshimin e ligjit për ndjekjen e telekomunikimeve pa vendim gjykate? Kjo është çështje konspirative, kjo është çështje hulumtuese. Sanim lirie, drejt për drejt, i personit. Sanim lirie. Kur jemi të listat e hapura, zoti Aliu, Bashkimi Demokratik për Integrim sot ka dalur me qëndrim që do të propozoj që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të shkohet me listat hapura. Bashkimi Demokratik për Integrim ishte në pushtet 20 vjet, ndërsa tani këtë propozim e bën nga pozita e opozitës. A është ky sinjal i vullnetit për ndryshim apo thjesht lëvizje për të fituar ndoshta edhe simpatinë e opinionit? Unë fatkeqësisht dua të them se ndjehem skeptik, këtë e cilësoj këtë deklaratë të Bashkimit Demokratik për Integrim si retorik politike. Kjo parti 22 vite në pushtet, shumë herë ka dhënë premtime dhe zotime të mëdhaja, dikur tha se do të sjellim monitorim ndërkombëtar për betejën që u zhvillua në lagjen e trimave në Kumanov, dikur tha se do të bëjmë vetting, dikur tha do të propozojmë draft të ligjit për vetting e kemi në përsyrtar, do të sjellim Palmerin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës këtu të propozojë një marrëveshje historike e kështu me radhë. Gjitha këta premtime, gjitha këta zotime dolën bosh. Dhe kjo, jo vetëm e BDI-s, kjo dhe e partive tjera, ende është retorik boshe. Nuk e kanë shpërfaqur vullnetin real politik se duhet të ndodhin këta që debatuam tani këtu, listat e hapura, ndryshime konkrete në kodin zgjedhor, e kështu me radhë. Sepse ky model aktual, ky sistem aktual u konvenon partive të mëdhaja. Jo partive të vogla, por partive të mëdhaja, sepse formula e dontin, gjatë përpjesësimit të votave në shpërfaqjen e mandateve, hersi që mbetet u shkon në favor të partive të mëdhaja që kanë marrë më shumë mandate, dhe kështu që partitë e vogla gjithmonë mbeten të dëmtuara dhe ata i marrin si rimorkion në koalicione parazgjedhore, në koalicione pasgjedhore, e kështu me radhë. Pra, listat e hapura mund të ndikojnë që të spastrojnë skenën politike, që mos edhe shumë parti regjistron një parti edhe ato janë parti surrogate të cilët vetëm duan të hinë në tregun politik për të bërë pazarllëqje të konjunkturale, jo për ideale, jo për ideologji, jo për të mirën publike. Kështu kemi disa prej nga këto parti surrogate, që e influencon partia më e madhe, gjoja se bëhet një parti tjetër edhe e përçan subjektin. Përçarja nuk zhvillon demokracinë.
Vetëm qytetaria dhe kultura politike e zhvillon demokracinë dhe ata me listat hapura s'kan sepse të xhelozojnë, secili do të garojë me vizionin e vet, me kredibilitetin e vet personal, familjar dhe shoqëror që ka për të marrë votat e sovranit. Dhe këtu nuk ajo është edhe në favorin e subjektit politik. Në qoftë se listat e mbyllura do të ishin ende aktuale, atëherë ti mund të avesh në numërin 2 edhe një debil, a i kalon sepse e ka vu kryetari partisë. Nuk e ka votu, votuesi voton për partinë politike. A i mund tjetë ignorant i klasit parë për tjenë përfaqësues dhe reprezent politik në kuvend. Vetëm sa për ta bërë balancën, zoti Aliu, në këtë rast koalicioni shqiptar në pushtet vleni duket më e heshtur në lidhje me çështjen e listave të hapura dhe me çështjen e ndryshimit të modelit zgjedhor. Si e shihni këtë qasje të vlenit? Vleni tani janë zanat ata me ato akrobacionet që bëjnë kush doli nga koalicioni, kush hini në koalicion, kush do të marrë pjesë në qeveri, kush nuk. Janë zanat dhe ata s'kan, ata duhet lexojnë, Vleni duhet lexojë shumë dhe të angazhojë njerëz që i njohin këta lëmi që t'i furnizojnë me informata, me simulime praktike, kompjuterike për disa formula që bëjnë përpjestimin e votave, për disa sisteme zgjedhore, për analizat tjera dhe kështu me radhë. Nuk është politika vetëm kush doli prej koalicion dhe kush hini në qeveri. Politika është diçka shumë ma sublime. Kjo është. Zoti Nuhiu, sa i përket kësaj çështje, BDI propozon që në zgjedhjet e ardhshme të ketë listat hapura, partitë politike maqedonase janë treguar të gatshëm për të ndryshuar modelin zgjedhor, a mendoni se kjo është vetëm në kuadër të retorikës apo është një sinjal pozitiv? Unë e shoh si një deklarim publik, të cilën ne, opinioni gazetarët, shoqëria civile, votuesit, duhet të shfrytëzojnë edhe atë deklarat që kanë thënë të fillojnë të mendojnë seriozisht ta realizojnë. Nëse janë të gatshme edhe partitë më të mëdha të bllokut Maqedonas, ende më mirë. Edhe të di koalicionet shqiptare shpresoj se do ta pranojnë, qytetarët janë të gatshëm. Ky deklarim mund të duket edhe vetëm deklarative për momentin, po opinioni publik, shoqëria civile, njerëzit, intelektualë do ta shfrytëzojnë si premtim të tyre të dhënë publikisht se urdhoni tash propozoni një model të tillë. Kaq. Do të thënë do t'i marrëm si ti mbajnë për fjalë, urdhoni, propozoni, që mos tingëlloni se duket vetëm deklarative, bëni diçka konkrete. Po, kur jemi te listat e hapura, që ti diskutojmë të gjitha dilemat, mundësit, po. Të gjitha mundësit, po sigurisht, me listat hapura, a do të votojnë më shumë për individ me integritet, apo edhe këtu shfaqet rreziku për të votuar njerëz, për të bërë pazare ndryshme dhe për të votuar njerëz të pasur dhe njerëz me ndikim në shoqëri përmes pasurisë. Demokracia është kolorit i interesave, është kolorit i orientimeve politike, i koncepteve, ashtu që nuk e përjashtoj tërësisht që të ketë edhe ashtu interesa më të vogla, klanore, të interesa, po edhe me motivim ekonomik apo diçka tjetër, mirë po, është pozitive. Demokracia, e thash, është proces afatgjatë. Nuk është akt, mri një stadium, edhe thu, e kreva, nuk realizohet. Vazhdimisht do reforma, edhe vendet më demokratike në Evropë, edhe në botë, akoma ki reforma, sot e kësaj ditë. Vazhdimisht, koha të bjen të nevojat. Mendoj se propozimi mund të sjellë ma shumë të mira, nëse i vem në atë vagon, themi se ma shumë ka veti pozitive dhe efekte pozitive se sa negative, me atë që edhe votuesit, edhe opinioni publik do të kuptojnë vetë se kanë obligim ndaj demokracisë. Keni kujdes, demokracia nuk është kaos e të gjithë qytetarëve. Nuk është pronë e një partie politike, apo e shtetit, apo e një lideri. Është kaos e të gjithëve. Të gjithë do të mbrojnë parime demokratike, veçanërisht qytetarët, që ma lehtë të kenë kontrol organe shtetërore, që të sjellin edhe të udhëheqin politika në favor të qytetarëve. Demokracia është kaos e të gjithëve, e shoqërisë, jo e një partie politike. Nuk mund të jetë. Partia politike mund ta lehtësojë rrugën ka demokratizimi. Mekanizma të rëndësishëm janë partitë politike. Po, mund ta lehtësojë rrugën edhe shumë mund ta lehtësojnë.
të shpushtetizohen vetë, të tërhiqen prej monopolit politik, të dorëzojnë vullnetin politik të baza të qytetarët për vendimmarrje. Mirë po, edhe qytetarët nuk do të marren si të gatshme se kemi zgjedhur dikën edhe ai do na i kryej gjitha punët. Jo. Vazhdimisht do të jenë vazhgim të opinionit publik, veçanërisht përfaqësuesit politik, deputetët, që mandej kultivojnë, zhvillojnë politika tjera brenda, në qeveri, në sektoret e qeverisjes drejtuese. Prandaj them, demokracia është kauze të gjithëve, e shoqërisë, qytetarëve, partive, institucioneve shtetërore, është e përgjithshme. A ka vështirësi? Po. A ka pesh? A ka përgjithësi demokracia? Po. A kanë pesh punët për kultivimin e demokracisë? Po. Po, nëse do të jetosh me cilësi, me dignitet, të pyetesh, ndëgjosh zërit, ajo ka çmimin e vet. Cili është çmimi? Çmimi është vazhdimisht të kujdesesh për proceset, të investosh. Spaku ditën e votimit. Kur të jepet mundësia e vendimmarrjes, një herë në 4 vjet apo, flas për situata të rregullta, edhe nuk del të votosh, edhe krenohesh me atë se unë nuk votoj, do të thonë, askush nuk të detyron ty se për këtë votosh, si të votosh. Mirë po, është obligim qytetar që të votosh. Nëse nuk del të votosh, si ditë kritikosh të nesërmen në për ambiente lokale kështu, rurale, qytetar, kudo që të jetë. Ka e drejta nuk voton, të është dhënë mundësia të bëhesh një vendim një ditë, edhe të nesërmen ketë të drejtë të kritikosh, që nuk duket shumë e qelluar. Ka një maksim, thot, ata që nuk votojnë do të udhhiqen nga vendimi i atyre që kanë votuar. Kjo është e 4 vite udhhiqen. Prandaj është qytetaria. Sanksioni o ky, po. Sanksioni është ky. Çfarë është sanksioni? Po dhe për në fund, zotja Lio, a kemi nevojë për një fushat të gjerë edukimi publik që të ndihmoj qytetarët ti kuptojnë rëndësinë e këtyre ndryshimeve? Gjithsesi, pra në grupi punues të i vitit 2023 që u formu në koordinim me Komisionin Shtetëror Zgjedhor dhe sugjerimet OPSE ODIR, gjithat ka postulata aty se si duhet edhe të bëhet financim për edukimin, për njoftimin e qytetarëve, paraprakisht si duhet të shkojë. Sot ka edhe fushata të ndryshme edhe lidhur me trafikun, me komunikacionin. Maturantat mos vozisin pa leje, mos vozisin kështu apo ashtu, do të thonë një edukim shumë i mirë. Edhe edukimi për këto procese duhet të ekzistojë. Mediat rolin e vet. Gjithë ata do të hinë në kodin zgjedhor, mënyrat e financimit, proceseve të votimit, të edukimit, të opinionit, se paraprakisht ti duhet nuk mund sot ta sjellish ndryshimet e sistemit zgjedhor dhe mbas një muaji të ketë zgjedhje. Jo, ajo do të jetë kur do të vinë zgjedhjet e ardhshme. Edhe sikur këtë vit ta sjellin këta ndryshime tipoj, ajo vlen për zgjedhjet e ardhshme kur do që të mbahen ata. Kjo është e praktik. Normalisht edhe ne që i dim pak a shumë gjërat, po prap kemi nevojë të edukohemi me standardet që përdoren bota demokratike. Se profesori në mënyrë brillante tha, demokracia nuk eksportohet nga askush. Ajo evolon, ajo zhvillohet, dhe ajo nuk është pronë e asnjë partie politike. Ai vini roju, partitë politike këtu lavdrohen, e kemi rrit pagën minimale në shoqëri. Demokracia nuk kërkon për partisë politike të lavdrohet se a ka rrit pagën. Demokracia kërkon që të krijohet instrument që kur rritet shporta konsumuese, ngritja e çmimeve, të ketë modalitet dhe mënyrë që vetvetiu të ngriten pagat mujore. E jo të lavdrohet një në parti që është në qeveri se i ngritën pagat mujore e tjetra mos lavdrohet. Nuk shkon, kjo nuk ka të bëjë me demokraci, kjo ka të bëjë vetëm si propagandë. Prandaj partitë politike kanë nevojë për edukim politik. Kanë nevojë për edukim politik. Ne kemi nevojë gjithçka. Nuk është, thash edhe parës, politika nuk është vetëm kush do të dalë për qeveri dhe kush do të hyjë në qeveri. Ti mund të kesh pak njerëz në organ ekzekutiv në qeveri, por nëse politikat publike janë për mirëqenjen e qytetarëve dhe për interesin publik, sovrania admiron atë qeverisje. Kjo është çështja. Zotja Liu, kanë nevojë qytetarët për një edukim në lidhje me sistemet zgjedhore, në lidhje me rëndësinë e ndryshimeve të kodit zgjedhor, të modeleve zgjedhore, kështu me radhë. Lidhje me këto çështje të cilat ma tepër do kisha thënë për informim, do të thotë zakonisht mund bëhet fushata 1 mujore, 30 ditore,
mediale para votimeve, mënyrë se si të votohet, edhe kretë kjo që ka më tepër informim, se po të themi edukim është pak... Në fakt, në opinion, ka dhe munges të informacioneve në lidhje me rëndësine, një pjesë për herë... edhe të listave të hapura, edhe të modeleve zgjedhore, këto çështje rrallë diskutohen tek ne. Po prandaj ekzistojnë debatet. Besoni, esenca e demokracisë është debati. Është përplasja e ideve, nga përplasja e ideve e qëndrimeve dalën ide. Esenca e demokracisë është debati, pranimi i ndryshimit, pranimi i argumentit. Nëse kur jemi këtu, zoti Muhiu, vetëm desha për opinionin ta bëj qartë që ju falenderoj sinqerisht juve që si profesor universitar, si ekspert të çështjeve, si njohës të çështjeve politike, po merrni pjesë në për debate politike, por është për të ardhur keq që partitë politike sigur hezitojnë të marrin pjesë në debate publike, disa herë kemi bërë ftesa pushtetit të opozitës, mezi sigurojmë dy palët, ndërsa në shumicën e rasteve ato thjesht injorojnë prezencën e tyre në këto debate publike që është vërtet për të ardhur keq. Atër them diçka. Besoni, në opinion nuk fiton ai që bërtet më shumë, nuk fiton ai që është më i pranishëm në mediume, apo ai që është më i zënshëm, në opinion fiton ai që i ka argumentet më të fuqishme. Nuk e di pse do të frigohet për argumentit, për debatit, ku mund edhe ta kemi gabim, që sot e pajtohemi se kemi njëjtin qëllim, njëjtin vizion për, po mund edhe debatojmë pjesërisht dhe s'ka kur gjë të keqe. Prandaj, partitë politike, si këshill miqësore, kështu njerëzore, qytetare, s'ka nevojë të, nuk jam unë ai që do të ndaj leksione partive politike, po të them, ajo që e bën faktor një parti politike është argumentimi në opinion i qëndrimeve. Pse një politikë e caktuar, pse një kuadër i caktuar, pse një vendim i caktuar, nëse argumenton si duhet, mos ketë dert, urna kur dush në zgjedhje. Edhe diçka të gjatë them. Mos pasivizohemi, si shoqëri i flas, në tërësi Maqedonë shqiptare, krejt çka janë këtu, mos pasivizohemi, mos presëm se dikush vërtet do na i demokratizoje shtetin tonë, Maqedoninë apo shoqërinë tonë. Pse? Se bota ka hyrë të lashe shumë të mëdha, bile, demokracia, disa aspekte edhe në Amerikë, ndjepin e demokracisë vëndon në pikpyetje, në disa aspekte. Ashtu që mos presëm ndihem nga ato që kanë milion të lashe tash, edhe në politikat e mrenshme edhe ndërkombëtare. Po, demokracinë dohet ta kuptojmë si kaos, që të përkthehet qeverisje e drejtë, e mirë dhe e dobishme për qytetarët. Me këtë do të identifikohet demokracia. Prandaj ju mediumet mund të një rol, ashtu si unë thash edhe në fillim, është për çdo respekt që keni organizu, jo pse jemi ne, po kushdo që të ishte tema ka rëndësi, substanca e debatit është e rëndësishme, edhe të ketë sa më tepër debate, që njerëzit marrën pjesë, edhe dita, përse do përsëritem, ndoshta mos bëhemi i mërzitshëm për opinionin, asgjë nuk ka të keqe nëse organizimi politik pranon një filozofi të re, edhe fillon edhe me fraksionizëm brenda të funksionojnë partitë politike. Shumë ma pak partitë përçara do kishte, shumë ma tepër harmonizim të qëndrimeve, edhe shumë skenë më të begatuar dhe më cilësore politike do kishte. Kaq. Atëherë ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit tonë. Shikues të nderuar, ne jemi këtu në fund të emisionit, të gjithë flasim për reformë, por kush guxon ta bëj atë. Atëherë ju falenderoj që ishit me ne së bashku në këto minuta, nga unë Ersan Pajaziti, natën e mirë.